manipulimin e të mërshëm me këte kaos të Edi Ramës dhe cili do kujt tjetër. Cili do kujt. Të hedhësh poshtë rezolutën për genocidin serb nuk shkoj në termat e hershme të popullit. Jo. Por deklaroj se ke dëshmuar jo vetëm që se je një shqiptar, një anti-shqiptar i betur, je një vegël, një argat miran i ultranacionalizmit serb, por je një problem, je një njeri me një deficit të tmerrshëm të njerëzisë dhe karakterit njerëzor. Sepse genocidi, vrasja e njeriu të pafajshëm vetëm se i përket një etnie tjetër, është krim i papranueshëm për çdo njeri të quhet ruhr. Dhe kjo ka ndodhur në Kosovë me dhjetra herë, me qindra herë. Dhe kjo ka ndodhur ndaj shqiptarëve nga vitet 870 gjerë në vitin 1999 nga serbët në mënyrë të përsëritur. Dhe kjo barbari ekstreme, si që është genocidi, është i regjistruar në analet e kohës. Nuk është i shpike, nuk është i krijim i propagandës shqiptare. Mjafton të lexoni ju shkrimet dhe librin e Lev Davidovich Trotskit, i cili ka qenë korrespondenti një gazetës, mos gabohem, Novoje Vremja të Kijevit, në Shkup ka qenë, dhe ka përshkruar barbari të paimagjinueshme, kur Vardari ishte i mbushur plot me koka dhe trupa shqiptarësh, pas betejës Kumanovës. Mjafton të lexosh libra të ushtarakëve britanikë që shoqëruan ushtrit serbe dhe ishin dishmitar të barbarive të tyre, të cilët thonë ata të papërshkruara në asnjë luftë të mëparshme. Të papërshkruara në asnjë luftë të mëparshme ndaj shqiptarëve. Dhe kur i pyetëm si ka mundësi që ju bët këte ndaj lumjanëve, na u përgjigjen se e bëm se këta janë serbë të shqiptarizuar dhe na kanë tradhtuar. Vetëm që mos ishte genocid. Pra, genocidi ishte ciklik. Edi Rama mbron etrit e tij biologjik se një genocidi të mërshëm, më i të mërshmi pas luftës dytë botërore, pas katimit. Ka ndodhur në Tivar, kur sipas burimeve dikush thot 3.000, dikush thot 4.000, të tjerë thon 6.000, ama që të gjithë djemë shqiptar, të mbledhur nga vatrat e tyre, vetëm për të shkatruar në maksimum fuqinë e qendresës shqiptarëve, njerëz si të parmatosur janë mbledhur, kanë kaluar nga Morina, Kuks, Fushars, Puk, Shkodër, Bun, drejtë Tivarit dhe në ekzekutuar në një natë me mira prej tyre në një grop të madhe, natyrale. Këto të gjitha janë pra
genocide ciklike. Pas tyre vjen lufta në Kosovë. Ju e keni vizituar nofta Kosovën, shkoni në Krush, shkoni në Raçak, shkoni në kudo që të shkoni, janë mbi 10.000 civil të pafajshëm të ekzekutuar vetëm se ishin shqiptarë. Nuk po llogaris luftarë, janë 2.000 luftarë, ata i kanë Kosova dëshmorë ka për i të vërtetit. Nuk ka si Shqipëria. Nuk ka si Shqipëria që thot 28.000 dhe i mashtron 8 ose 10 herë. Po sa i mashtron? Jo, ata i kanë me emër mbi emër. Emër mbi emër, dati ka të gjitha. Kanë dhe librin, mund t'i mirë t'i shifni. Nuk kanë ata, nuk shtojnë asnjë, nuk heqin asnjë. Aq sa janë 2.100 ose diçka kësaj natyre. Pra, pakta janë mbi 10.000 viktima. Po ajo që do të them prapë këtu që më ka tronditur shumë. Nga këto viktime janë 1.400 fëmijë. Dhe kur i shifja unë ato zonja në parlament, në motor, gra, që votonin kundër dënimit të vrasjes së 1.400 fëmijëve, ç'të them? Në Kosovë ka një muze, dhe ai muze është i ndërtuar vetëm mbi këpucët e voglushve. Me këpucët e voglushve, kaq. Se ku i qetën këte forës? Çfarë race shpifu njerëzore janë këta që nuk dënojnë genocidin? Çfarë përfaqësojnë ta? Nuk mund të s'kan gjë të përbashkët as me shqiptarin, për jaja se as me njeriu në qytetëror. Ky është komenti im për përpjekja për të manipuluar, për të përçap, për të përdorur një lëvizje kundër qeverisë Kosovës, është gjithashtu armiqësore. Është armiqësore, është antikombëtare. Mund të kesh 1, 2, 5, 10 vërejtje. Po ajo qeveri që është sot pushtet, ajo ka marrë çdo kosto duke votuar kundër asaj gjykate. Unë që flastu kam qenë pro gjykatës, nuk e mohoj, nuk jam si aju. Nuk kam shkuar në Kosovë për t'i bërë presion kërkujt. Jo. Por unë nuk kam qenë kundër gjykatës. Kurse ai tani, ai që shkon në Kosovë me helikopter për të binë këte atë, tani del shan trufullon vetëm për të paraqitur si patriot. Po ti besosh patriotizmit të Edi Ramës, do të thotë të mashtrosh veten tënde në çdo gjë. Këti problem do t'i ndihmosh ata. Po, merr vendim qeverie, jepu për avokatrit. Të duket se s'po ka dhënë 10 milion qeveria dhe parlamenti tyre. Po e supozojmë. Po ç'pun këti që të përdorish këtë për qëllime elektorale kundër qeverisë? Makabër, turp. Njëri që s'knjef asnjë lloj norme. Do të mendon se me makinacion manipulime të tilla mund të fshi nga memoria e kombit si njeriu që sa erdhi në pushtet nxiti me çdo kush në ndarjen e Kosovës. Ndryshimin e kufive, janë me dokumenta këto të gjitha, jo se i them. Si njeriu që pasi dështoi me ndarjen, kaloi tek Ballkani i hapur. Në Ballkanin e hapur harta
ishte Kosova pjesë e Serbisë. Si njeriu që deklaroi me 10 herë, veriu i Kosovës toka e askujt, Mitrovica toka e askujt. Si njeriu që mori nga Beogradi statutin e komunave të veriut të Kosovës dhe e paraqiti si në emër të Sorosit. Si njeriu që mbështeti projektet e Miloševićit vulosura tashmë nga monstra e njerëzimit George Soros dhe fondacioni i tij. Janë kështu këto apo jo? A mund të thotë, i pari që do i vendosë sankcione qeverisë Kosovës, si mund ta bëjë? Po ti, jo vetëm qeverisë Kosovës, po ti ka një kod me komshit. Ti s'mund t'ja bësh komshiut ato. Ajo është masë ekstreme. Ajo është masë para lufte. Dhe ky se s'duhet përdor ato gjuhën që meriton, ky i vendos sankcione. Që nga pozita shqiptarësh nuk mund të gjesh asnjë lloj fjale tjetër përveç tradhtar, më i keq pas Enver Hoxha i shqiptarëve në tërësi dhe Kosovës veçanti. Zoti Berisha, për t'ju rikthyer edhe një herë çështjes së aeroportit të Vlorës, ka zëra në media që flasin për një rikthim të rusëve. Me informacionet që ju keni, a e shihni këtë si çështje sigurie apo thjesht një histori korrupsioni? Faleminderit.